Shikuj jam shqiptar, e kur malitim lun bora, para dhe këngës jam mora. E kur malitim lun bora, para dhe këngës jam mora. Gjamadani via via, është Kosova, është Shqipnia. Resi zemër qiftelia, o sa e madhe, është Shqipnia. Zonja dhe zotëri, mirë se keni ardhur. Vera Laçi, këngëtare e muzikës popullore Dibrane, na kanë nderuar në studion e Çasti i dur. Eja me mua, Verë e dashur, të shkojmë në qendër të skenës dhe të bëhemi gati për të bërë intervistën tonë. Jo, këtu një herë në mes. Sepse ne si fillim do ta nisim me një material që kemi përgatitur për ty. Ti ke gjithë jetën në skenë, ke kënduar me 10 këngë të muzikës popullore. Sigurisht duke qenë Dibrane, atje patriotizmi është edhe shumë një nga trevat me vlerat të mëdha dhe sigurisht ke tërë jetën tënde që gëzon njerëz me këngët e tua dhe sot ne kemi përgatitur një insert për ty përpara se tulemi të dyja për të Faleminderit, shumë faleminderit. Le ta ndjekim. Vera Laçi, këngëtare e mirënjohur Dibrane, është një ndër zërat më përfaqësues të muzikës popullore shqiptare. E rritur me dashurim për këngën dhe traditën, ajo e nisi rrugtimin e saj artistik që në moshë të re, duke e kthyer pasionin në mision. Me zërin e saj të veçantë, plot ndjenjë dhe forcë, ajo ka interpretuar me krenari këngët e trevës së Dibrës, duke i dhënë jetë motiveve, zakoneve dhe historive të kësaj zone të pasur kulturore. Stili i saj unik dhe përkushtimi ndaj muzikës e kanë bërë të dallueshme në çdo skenë ku ka performuar, ndërsa për publikun është kthyer në një emër të dashur që ngjall emocione dhe kujtime. Vera Laçi nuk është thjesht një këngëtare, ajo është një zë i ngrohtë që përcjell dhe lartëson trashëgimin muzikore shqiptare. Vera, mirë se erdhe edhe një herë. Si ke qenë? Faleminderit për ftesën. Mirë në përgjithësi mirë. Ngarkesë, punë. Patjetër, shumë. Një jetë të tërë me këngën. Po. Të pyeta pak më parë, sa vite të bën e dashur që merresh me muzikën popullore dhe si lindi pasioni jot për muzikën? Si vendose që një ditë do të ishe këngëtare? Kush ta zbuloi talentin? Unë kam qenë shumë e vogël fare. Unë kam lidur një fshat të Dibrës Kastriot dhe shkolla e Kastriotit ka qenë shumë afër. Dhe unë që 6 vjeqë më kanë spikastër, në fakt, profesorët e muzikës, dhe 7 vjeqë, në klasë parë, se atëherës 7 vjeqë futeshin në shkollë, unë kam kënduar. Kam kënduar me orkestër, me qëteli normal, por unë atëherës kam rënë dhe dajres, edhe me thënë drejtën isha shumë e vogël sa dhe dajreja që i vija, por që ka qenë shumë bukur. Dhe e kam pak pishman pse unë nuk e vazhdova që t'i shoqëroja këngët e mia me dajre. Në fakt është interesante sepse në atë kohë nuk ekzistonin komplekset. Pra ne çdo lloj instrumenti që na binte në dorë, ishim të hapur për ta luajtur. Tani gjërat sikur kanë ndryshuar pak. Si mban mend ato vite, fëmirin tënde, atje në fshat, derisa një ditë ti u ktheve në atë këngëtaren profesioniste? Në thënë drejtën, kujtime shumë të mira kam në fëmirin time. Kam qenë fëmijë i privilegjuar në familjen time, me thënë drejtën, edhe nga njerëzit e afërm. Pastaj fillova të këndoja, edhe që më donin shumë dhe ndjesha shumë mirë. Dhe të gjithë krenarse, sigurisht. Po, patjetër, t'jeme sinqert. Pastaj konkurova dhe shkova në Elbasan, në shkollë të muzikës.
edhe atje për 4 vjet, për mua janë vitet më të bukura, sepse edhe atje interpretoja këngën Dibrane, dhe kënga Dibrane normal që duheshte shumë. Edhe më vlerësonin dhe ndoshta edhe për natyrën që isha. Profesorët më donin të gjithë, me thënë të drejtën, edhe kam kaluar shumë bukur. Dhe mbaj, kujtimet më të mira janë të shkollës. Të shkollës mesme. Edhe të mesmes, por edhe e vogël kur kam qenë deri ku kam shkuar atje. Vera, nëse do të konsideroje një moment si më të rëndësishmin e karrierës tënde artistike, cili mendon se do të ishte ai? Unë e kam dashur shumë këngën. Momentet të rëndësishme, unë e kam quajtur prej kur kam filluar të këndoj. Është momenti më i rëndësishëm. Por i rëndësishëm është edhe momenti kur kam qenë në festivalin në Shkodër, festivalin e fëmijëve, që janë gjëra që mbahen mend. Ke qenë në festivalin e fëmijëve, ke konkurruar atëherë? Po, 2 vjet. Të rëndësishëm kam edhe momentet që merrja pjesë në Peshkopi kur bëshin takime atëherës në atë kohë të gjithë zonave, dhe unë isha shumë e vogël dhe isha shumë e privilegjuar dhe merrja pjesë dhe isha shumë e suksesshme. Të suksesshme, të rëndësishme është edhe pjesëmarrja ime në shkollën e mesme artistike Onufri në Elbasan, që kur merrja pjesë me ansamblin në Suf Mëzyri, dhe aty ku merrja duratofitet pa mas dhe vlerësimet nga publiku. E rëndësishëm ka qenë edhe Festivali i Gjirokastrës në vitin 1988, kam kënduar një balad Drinë Zi, shumë i rëndësishëm. Festivali folklorik i Gjirokastrës në fakt në ato kohë ka qenë ndoshta pika më e rëndësishme e takimit të trevave. Dhe isha shumë e privilegjuar sepse në ato shumë pak minuta që ishte atëherës, unë kam kënduar 2 këngë që nuk lejoshte. Por ishte privilegj sepse na besuan mua dhe këngë të dytë, se ç'më do që kjo zemër, që pastaj e këndoj me Rita Halili. Në fakt kjo është një këngë qytetare e Dibrës së Madhe, e kënduar nga Haxhi Maqellara, dhe ne të Dibrës së vogël kishim të drejta merrnim ta transmetonim atje. Të rëndësishme, i rëndësishëm ka qenë edhe koncerti im recital, që është bërë në 2013, por për para kësaj, edhe kur fillova punë në ansambël, dhe më thonë që isha në Dibër, bëra të kalimin, sepse në Dibër pate një koncert i ansamblit që ishte atje, dhe aty, dhe më thonë, drejtori i asaj kohë, Indjeri Haxhi Dalipi, më thotë që ti do të vish në Tiranë sepse ti duhesh atje, edhe normal që e privilegjuar isha. Ka qenë momente me të vërtet të veçanta dhe të bukura, rrugtimi jote është i gjatë, shumë i gjatë është. Kam plot momente të bukura, por jeta është plot sfida, jeta është shumë e vështirë, jeta do përkushtim, jeta do të luftosh fort me të. Jeta është luftë. Në gjithë të vite impenjimi, në gjithë të pjesëmarrje të jashtëzakonshme, në punët që ke bërë, në këngët e tua, në koncerte, në mbrëmje pafund, si ke arritur të ndash jetën personale me profesionin? Kush të ka mbështetur më shumë këtu? Ka qenë shumë e vështirë, shumë e vështirë. Faktikisht, mbështetjen kryesore kam pas bashkëshortin tim. Duke më shoqëruar, duke më dhënë okejn që të ecë përpara, aq kishte mundësi. Është e jashtëzakonshme. Po, shumë. Sepse e dim shumë mirë që burrat e kanë shumë të vështirë, sidomos në profesione të tilla të jeni një pikë e fortë mbështetje. Është e vërtet. Domethënë, mbështetja ime më e forta kjo ka qenë për të krijuar familjet. Edhe unë këtu isha shumë okej. Pastaj, të jem e sinqert, kam luftuar vetë. Që ka të karakteret e forta. Me shumë sakrificë, por që kam luftuar dhe edhe ja kam dalë, të jem e sinqert. Si ti është sot, ti?
në pjesën profesionale e realizuar, se e kuptoj që në atë personale ja pas ke dalë të kesh një njëri që të kam mbështetur dhe kjo është një arritje shumë e madhe. Unë atë profesionale, si ndihesh sot? Profesionale, profesioni nuk ka fund, edhe unë nuk e di, ndoshta, por... E di pse të pyes, sepse nga mënyra se si ti ma the, kuptoj që duhet kesh pasur gjëra shumë të vështira në jetë. Dhe njeriu duhet kapet diku, dëshiron të ndash me ne diçka, kush kanë qenë këto momente të vështira? Shumë të vështira kanë qenë, sepse më është dashur të përballoj familjen, pa u prekur asgjë, edhe të ndjek edhe rrugën e artit, por shumë e vështirë është. Ti jesh këngëtar, ti jesh artist, edhe të përballosh familjen është shumë e vështirë. Pastaj unë kam pas tragjedin familjen time, që përmbysi gjithçka. Në momentin që unë mendova se arrita diçka, në momentin që unë bëra një koncert modest, recital tek Akademia e Arteve me forcat e mia, pa mbështetjen e as kërkuj. Por që isha mirë vokalisht, që isha e arrirë, mendimin e kolegëve të mirë, dhe më thonë, aty ku unë mendova se me vërtet u lodha, me vërtet sakrificet, po të paktën din... Ja dola. Mirë po, fatet pastaj i shkruan tjetër kush, në imit pa fuqishëm barati, mbas 3 ditësh koncert, djali im humb jetën tragjikisht. Edhe aty pastaj, aty që gjitha realitetet ndryshojnë? Aty ku unë në atë koncert... Sepse unë kam që nuk ka dhimbje më të madhe se sa të humbësh si prindi. Aty kemi pas një moment në prova që edhe i them bashkëshortit, tani ti ishe lodh me mua, ty të kam dhënë leje dalë shqetisësh vetëm pa mua se jam i e lodh. Edhe unë djali ishte i fejuar, ishte mirë, ishte në gjërat të arrira me të njerëzve, tani ne, aqësaj, ishin të arrira, edhe ju kërkoj që unë do të vazhdoj karrierën. Mua do më lini të vazhdoj karrierën, doja shumë për të pasë për vetën time, por nuk, me fati nuk shtyesh dot. Në fakt, të gjithë e dim që sa doj që ne planet në jetë ndoshta i bëjmë disi, Vullën ja vënë Zoti. Zoti thot i bëj unë. Jam ai që vendos fatet tuaja. Unë jam, thotë. Ai qesh me neve kur ne i bëjmë planet. Është një shprehje e fortë kjo në fakt. E megjithatë, Vera, të paktën, muzika ka qenë për ty shtysa më e jashtëzakonshme që ti të ecësh përpara dhe dhimbjen tënde ta kthesh në gëzim për të tjerët. Është e vërtet, unë kam një vajzë. Ajo sot ka Ta kesh me herë të vërtet, edhe 100. Sot ka ditë gjendjen. Mbas 4 vitësh jam kthyer edhe një herë. Do thonë nuk ka nevojë për se e din gjithë secili se çfarë sakrifice dhe çfarë e di unë se çfarë kam hequr për t'i marrë ca vendime, mbas kësaj tragjedie, mbas këtij rënimi. Por që momentin që kisha vajzën, prindi duhet gjetë kurajo për fëmin tjetër. Duhet pa tjetër që unë shkoja ke puna, se për ndryshe nuk ishte sësi. Ishte vajza që unë duhet pa tjetër edhe për të shpëtuar vetën time, se okej, fëmia është të gjë. Ama puna është ajo që... Pa tjetër, që duhet ecësh përpara. Që duhet ecësh përpara. Edhe me ka ndihmuar jashtëmase. Me thënë drejtën, në punë shkarkoj të gjitha energjit. Le të ndjekim pak nga muzika jote, le të kthejmë pak në bukuri dhe të kthejmë pak në muzikë dhe në zë të gjithë këtë talent tëndin të cilin ti prej kaq vitesh e do dhe adhuron siç edhe ja jep publiku. Ta ndjekim pak. Jeri kthyer këtu pra në studio, muzika është ajo që të shiron shpirtin. E di si është puna një këngë të Trevave Di Bran, unë e kam shumë preferuar të them drejtën, është kënga e famshme e Aredin Pashës. Kudoj që jemi, nuk e di sepse, është një këngë që të bën të ngrihen
qimet përpjet kur i themi ne, sepse është me të vërtet një këngë shumë patriotike. E këndon ti atë? E ke pjesë repertorit? Po patjetër, dasmat e Dibrës patjetër që këndojmë dhe në aktivitet patjetër. Do ma bëje qefin të ma këndoje pak mua? Po patjetër, po me që se e ke shumë qef, se ne nga që këndojmë shumë, këndojmë bashkë, e mire. Nise ti unë do përpiqen të të shoqëroj. Hej, hajre din pasha, oh po vjen ora di, i kësë jalla ku janë këto malet e di, i brësë jalla ku janë këto malet e di brës. Ja, shikon, diçka bëra dhe unë aty, kështu si zë i dytë, të falenderoj shumë. Në fakt, cila nga këngët e tua, po themi se ti ke shumë një repertor shumë gjërë, po një këngë të cilën e ke me të vërtet shumë sukseshme dhe e ke afër zemrës? Thënë drejtën, plot këngë ka, gjitha sukseshme janë, por që unë kam dhe potpurit shumë, këto potpurit e Dibrës, ka këngë Dibrane që janë shumë të bukra. Shembull kam një këngë që është, që mua është këngë që më pëlqen edhe pse ndoshta nuk këndohet shumë sepse nëpër dasma jo çdo kund janë ato ritmet, janë të ndara dasmat nga familjet, nga prejardhja secilit. Po s'është një këngë dy tre ditë kam që të presë në u dhe lule moj serë dhe ku re lule moj serë dhe kur kam lanë në dysheke s'më bani u dhashte ege s'më bani u dhashtek. E kuptuat besoj që Vera Laçi flet më mirë me këngë se sa çdo lloj gjëje tjetër. Vera, dua të të pyes pak në lidhje me krijimtarinë e zonës së Dibrës. Ti je një këngëtare që ke shumë vite dhe sigurisht unë mendoj që më së shumti i mungojnë kësaj krijimtarie ata zërat e mjeshtrave të dikurshëm të cilët na kanë lënë perla të jashtëzakonshme. Çfarë mund të kujtojmë nga këta njerëz të cilët i kanë dhënë, po themi, shumë histori muzikës dhe traditës së zonës së Dibrës? Kënga Dibrane është krijuar dhe janë krijuar, janë përpunuar nga kompozitorët përparim Tomçini, Edmond Xhulali, Tonin Rota që unë se kam arritur dhe janë shumë të hershëm. Muzika dhe këngët e Dibrës janë me vërtet janë shumë këngë të bukura. Në një këngë ndryshon ritmi nga strofa në refren edhe brenda strofës. Është një këngë që me të vërtet është shumë e vështirë për ta kënduar, sepse është këngë edhe e rëndë dhe diafragma e këngëtarit duhet të jetë e mirë përgatitur për ta kënduar atë këngë. Në Dibër, unë kur kam shkuar, që jam kthyer nga shkolla dhe kam shkuar në estradën profesioniste të Shkopis, unë e kam gjetë plot me këngëtarët më të mirë dhe instrumentistët më të mirë të Dibrës. Ka qenë Liri Rasha, Ari Vladi, Qerim Sula, Caj Poleshin se kam gjetur se kishte ikur, por që janë këngëtarë që janë që njifen. Dhe mbaj mend që unë kam qenë këngëtare që jam jashtë organikës jam emëruar pranë ansamblit, sepse ishte plot edhe me këngëtarë shumë të mirë. Edhe në ato kohë mbaj mend që krijimtaria ka qenë në kulmet e atyre 85-ën, domethënë për 5 vjet Sigurisht, dhe edhe domethënë unë kam qenë më e pafat edhe në karrierën time, sepse mua më është dashur më shumë të këndoj këngët e këngëtarëve që ishin aty, që i lanë, që i ikën, se sa të kisha një këngë të mirë fillt. Domethënë karriera ime ka qenë ndryshimi i sistemit dhe kanë qenë momente me të vërtetë ka qenë sakrificë.
Si ka qenë ai momenti ndryshimit të sistemit për ju këngëtarët? Sigurisht nga sallat mbushura plot, shumë e vështirë. Dhe shfaqjet përhershme në Shumë, një të mos për Shkopia ka qenë një shumë e vështirë, çdo gjë ndryshoi, çdo gjë ishte i tmerr, që duhet të pastaj të shkojë në dasëm. Unë në dasëm jam kthyer më vonë se sa të tjerët. Se jetova deri në 2001 kam jetuar në Peshkopi, pastaj edhe ke parasysh. Ishte mentaliteti, kjo mendohu mirë, e mate, si do shkoj, si do vi, mate prej, themi ne nga Dibra, si do ja bëj, si do kthej. O, Zot. Megjithatë, mendojnë që nga ato vite deri tani, mendojnë që muzika popullore shqiptare po vlerësohet sot në të njëjtën mënyrë. Tani jo. Çfarë po ndodh? Nuk e di, nuk e di nga ato që se ne që jemi aty, ne s'kemi çfarë të bëjmë. Ato që janë më lartë se sa ne, s'di, ju ka rënë ndonjëherë në mend që të kujdesohen për këngën shqiptare. Nuk e di. Që them. Mendojnë që është në një krizë pra muzika popullore shqiptare, nga ana e krijimtarisë, nga ana e... është po, nuk e di pse nuk organizohen nga këto që krijojnë spektaklet, paktën konkurset këngës popullore, që të dalin talentet të reja, sepse ndoshta edhe ka, ama nuk po bëhen, unë s'po ndigjoj. Nuk e di. Ka konkurse të ndryshme muzikore, po të këngës popullore jo. Popullores jo. Këngës popullore fare. Unë se kam dëgjuar deri më sot, nuk e di. Është e vërtetë në fakt në mungoj, sepse ne në fund të ditës jemi njerëz që e duam shumë muzikën popullore, sado që bëjmë sikur jemi modern, sapo e dëgjojmë pak në sfond, si themi ne fillon a lëviz trupi. Jemi sinqert, këngët e hershme këndohen për dasma edhe sot. Është e vërtetë. Njerëzit po i shijojnë dhe prap i kthehen dhe i rikthehen. Isha një dasën para 10 ditësh, edhe fillova të këndoj këngën Oj Zogo, aty u kënaqën hajde halla e madhe të Dibrës, Patjetër. Tusa vesh usa një shile, ishte ndryshoi kretë atmosfera e dasmës. Edhe më njerë njerëzit nga modern u kthyen në ata njerëzit që traditën. Modern nuk e kuptoj, unë nuk di, ndoshta nuk di, një këngë moderne me 3 fjalë, nuk di, me një melodi ashtu që nuk e di. Pra ky është apeli jot që të jepet një mundësi të rinjve, brezit të rinj që të sfidojmë veten edhe në muzikën popullore. Patjetër, mungon mërësisht, unë s'kam dëgjuar, bëhet në i konkurs i këngës popullore. Është gjëna, në fakt është e vërtet dhe ne mund të kemi plot rinj të talentuar të cilët, përveç se marrin pjesë në festivale, mund sigurisht merrin pjesë në një konkurs të këngës popullore. Vera, je duke bërë diçka të re, një këngë, një videoklip, një produksion të re, apo tani jemi vetëm me integrimet e festave? Në fakt, unë tani vetëm se jam, domethënë, njeriu kur fillon dhe i mendon gjërat, domethënë pastaj veç pret kur t'ja bëj bum. Me thënë drejtën, i kam 3-4 punë që i kam në kokë time dhe që presë, se është momenti ai që pasaj ti, jam duke parë ku t'ja jap një këngë, ku t'ja besoj një tjetër, tani është problem sepse ka dhe kosto, edhe du t'a mendosh mirë këtë pjesë, kështu që besoj që parë vera do të kemë materialet të reja. Uroj dhe shpresoj me zemër që ti realizosh dhe ti plotësosh ato. Ma përshëndet vajzën. Faleminderit shumë. Besoj që të paktën ajo është një mbështetje e madhe. Shumë. Edhe kam një vajzë mrekullueshme. Është vërtet shumë e bukur. E përshëndesim edhe ne. Shumë e mirë. Sa vjeç ka vajtur ajo tani? Sot 12. Sot 12. Edhe 100. Faleminderit shumë. Faleminderit. Punë të mbarë, suksesa. Faleminderit shumë faleminderit. Edhe gëzuar festat. Faleminderit, gëzuar dhe juve. Mirë, shkojmë në një hapësirë publicitare, do të rikthehemi në pjesën e dytë të emisionit, mos u largoni.